Dhuna në internet, gjuha e urrëties, presionet nga moshatarët dhe rrezikët për shëndetin mendor janë disa nga sfidat me të cilat ballafaqohen të rinjt. Qendra për hulumtime dhe krijim politikësh po punon me të rinjt e 9 komunave në vend, me qëllim rritjen e vetdijes dhe parandalimin e këtyre dukurive. Të rinjt të sot përballen me shumë probleme, prej asaj se sa janë të varur nga përdorimi i teknologjisë, e ajo ndikon te mënyra e tyre e komunikimit, ku nuk munden ta shprehin ndjenjat dhe emocionet. Më pas ajo ndikon se çfarë raporte krijojnë mes vete, edhe me miqt, por edhe me partnerët e tyre, më tej se si pranojnë ata, që janë ndryshe nga ta, por edhe fenomenet sociale të alkoolizmit dhe përdorimit të drogës. Edhe përfaqësues të ministrisë pajtohen se këto programe përmes përfshirjes aktive të rinjve mund të ndihmojnë të rinjt të mësojnë të sillen pa dhunë dhe të njohin stereotipet e dëmshme. Jemi dëshmitar se të rinjt të sot ballafaqohen me shumë sfida: dhuna online, gjuha e urrëties, presione nga moshatarët, rreziqet e shëndetit mendor, modele toksike të qenit mashkull apo femër. Prandaj na nevojiten qasje që në mënyrë direkte i kyçin të rinjt si pjesëmarrës aktiv. Ambasadorja holandeze bëri thirrje që institucionet vendimmarrëse të mbështesin shoqërinë civile në këto përpjekje dhe t'i përfshin ato në plan programin e shkollave. Do të doja të shfrytëzoja këtë mundësi, edhe momentin e strategjisë së re dhe t'i lus ata që marrin mendime, ta mbështesin shoqërinë civile në këto përpjekje, t'i përshëndesin në rezultatet dhe t'i përfshin ato në plan programin e shkollave. Ambasadorja holandeze tha se në këtë mënyrë në agjendën kombëtare mund të vendosen vlerat europiane të drejtat e njerëzit dhe veçanërisht barazia gjinore.